Rikthimi i mërgjimtarëve pas festave të fundvitit ka sjellë sërish kolona në pikat kufitare, veçanërisht në Merdar. Me vonesa dhe pritje për dalje nga Kosova janë përballur të shtunën ata që për udhëtim kanë zgjedhur transportin rrugor. Aktualisht, kolona e veturave të mërgjimtarëve këtu në pikën kufitare në Merdar ka arritur gati 1 kilometër. Në orën 12 të mesditës, mërgjimtarët që ka nisur kthimin drejt vendeve ku jetojnë jashtë Kosovës treguan se pritjet janë rreth 1 orë. Mirë kena kalu në Kosovë, që 1 orë jenë të prit. Po ja, s'jam shumë gatë, po e mirë, edhe kena hinë si shqiptarë paranë që shina kretë. Kolona u rrit më vonë gjatë ditës. Sipas përditësimit të orës 13 nga qendra kombëtare për menaxhim kufitar, pritjet për të dalë nga pika kufitare në Merdar arritën deri në 2 orë e gjysmë. Ndërsa në orët 14 dhe 15 kolonat arritën deri në 1 kilometër e gjysmë e pritjet deri në 3 orë e gjysmë. Krahas për festat të fundvitit, disa mërgjimtar treguan se erdhën në Kosovë edhe për të ushtruar të drejtën e votës. Me festohe, me vetohe për prende, për qështo. Vallaj, veç me votu. Kemi qëndru shumë bukur, kur t'i fitoj, perfekt. Të tjerë thanë se erdhen vetëm për të kaluar kohë me familjen. Mirë kena kalu, unë e veç ku marrë për familje për kusha tjetër. Unë i marrë mas, vish për fest. Veç me festu, edhe dit. Mirë, super, shumë mirë. E nga ata që thanë se kanë ushtruar të drejtën e votimit, shprehen pritje për më shumë punë nga qeveria e ardhshme, e edhe lanë porosi për fituesin e zgjedhjeve. Po kthehemi shumë të lumtur, të kënaqur, 2 javë kemi qëndruar, kemi kalu shumë mirë me familjar, edhe Kosovën peshojmë çdo herë që po vijmë ma mirë. Shpresojmë që edhe kurti do të punoj shumë ma shumë. Se mandatin e parë. Që s'puno ma shumë më votën se ka vëllaj, po më e keq, po s'kam çka më po. Kolonat nuk u bën vetëm nga mërgjimtarët, në to po atë edhe kosovar që po shkonin jashtë për pushime. Në Kosovë, veç po shkojnë na për qef, një vëldet, në Düsseldorf, që një 30 minuta. Pritje deri në 1 orë e gjysmë gjatë së shtunës ka pasur edhe në pikë kalimin kufitar të Dheu i Bardh.